burri thot rand, pra më gënjen, unë kështu po e kuptoj. Shumë, çka me bë kam 2 fëmijë. Nëse ke për qëllim që po të gënjen, mos i beso. Po të ran, e ke kuptu që është rëndës, edhe mos i beso. A nëse ke fjallën rënd, burri im rrejnë. Nuk mendoj rrejnë, dhe më thonë t'jep dhek. Nuk mendoj që kjo është për qëllim. Unë po mendoj që është për qëllim të gënjen ai. Ti e ke kuptu çfarë tipi është, çfarë rëndëse është, çfarë mashtruesi është, çfarë gënjeshtari, mos i beso fare. Allah na përmirësoft. Besimtari nuk rën, besimtari nuk gënjen. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka treguar që muslimani mundet me u friksu, me u tut. Ama me raj jo. Pse? Dikush në tipin e vetë ka, është pak më frikacak. Ama rëndës nuk bën më konë. Kërkan s'bën më rëndë. Më konë i drejtë, me kalzu. Edhe nëse që ajo që po të regon ti, është pasojt të ti këthejet pasojt të ti, duhet me kalzu drejtë. Nuk bën kërkan me rajtë. Malku kofshin gënjeshtartë. Malku kofshin rëndësët. Ata të cilët, pse s'kan burni, s'kan trimni, qonë edhe banë, munafik edhe rajnë. Allah na përmirësoft.